Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil khalqil mursalin, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. E falenderojmë dhe madhnojmë Zotin Dhul Gjelal. Ati ja shprejmë falenderimet më të mira, më të ngrohta, më të përzemërta. Aja është i vetmi që meriton falenderim. Është i pari pa fillim dhe është i fundit i pa mbarim. Përshëndetjet selamet qofshin për Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. Të dashurit e me, vëllezër dhe ju motra, lutëm në këtë ditë gjigante madhështore, ditë e shënuar në tokë dhe në qiell. Lutëm në këtë ditë gjumaje që Zoti Dhul Gjelal t'ju jep juve shëndet, mirësi e begati, po jo vetëm ju, edhe familjes t'juj dhe dashurve t'juj dhe tont. E falenderojmë Zotin Dhul Gjelal që edhe sot në këtë ditë bekuar na ka zgju shëndosh e mirë, na ka zgju të rrëthum me mirësi dhe begati, na ka zgju për plot emocion pozitiv, për plot ndjenja, na ka zgju sot për plot optimizëm dhe dashuri, për vete, për familje, për shoqëri, për fe e për adhë. Përshëndetjet selamet qofshin për Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. Të dashurit e me, edhe në këtë gjuma do të bëjmë përpjekje, të sjellim nga ky nektar i pashtershëm, i fjalëve të Zotit, i fjalëve të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, i dietarëve eminent, po edhe të atyre vendor tonë që na i kanë rujt gjithmonë besimin, identitetin tonë, gjuhën tonë, kombin tonë dhe çdo gjë që lidhet me ne dhe për ne. Të dashurit e mi, namazi dhe zakati janë pjesë e jetës. Janë pjesë përbërëse të jetës namazi dhe zakati. Jo thjesht obligime që duhet t'i kry njeriu, apo dispozita që duhen me u realizu. Nuk është, do thot, zakati dhe namazi vetëm dispozit, vetëm një urdhër që duhet me u realizu. Mirë po ato janë pjesë përbërëse të jetës të një muslimani dhe muslimanës. Kur ta kuptojmë që janë pjesë përbërëse të jetës tonë, ne kur namazin nuk e lojmë. Kur ta kuptojmë që namazi është pjesë e jetës tonë, gjithmonë na vjen lehtë për ta kryer atë. Kur ta kuptojmë që namazi është pjesë e jetës tonë, gjithherë bëjmë me dashuri namazin. Kur ta kuptojmë që namazi është pjesë e jetës tonë, gjithmonë jemi të preokupuar që atë sa më shpejt për ta realizuar dhe bëhemi merak që ka ikë ndoshta ndonjë namaz. Mirë, po kur ta kuptojmë vetëm si një obligim që duhet kryer, dikush po i thot nga ne, po borxh është, borxhin duhet me lanë. Jo bese janë do borxhliva Allahi, nuk janë fort kujdesshëm ndaj borxhit. Janë do borxhli që nuk e kanë dert për borxh. Janë do borxhli që du të mjuqu shumë e njerin për me javë kërku borxhin. Janë do borxhli që ikin prej teje. Kështu që nuk duhet kuptohet vetëm si borxh, mirë po gjithmonë duhet kuptohet si pjesë përbërëse e jetës tonë. Në këtë moment e krym namazin, zakatin dhe çdo adhurim tjetër me dashuri, me respekt dhe me relaksin më të madh për jetën tonë. E dyta, dashurit e mi, Imam Nevaviu po jepte një ditë ligjërat. Imam i madh po jep ligjërat për nxënësit e tij dhe kur kam bërri te fjala Allahu Dhul Gjelal ku thot
lajmëroj robërit e mi, unë jam falësi dhe mëshiruesi, se ndëshkimi im është ndëshkim i dhimbshëm. Kur ka ardhur te kaptina El Hijr, te këto ajete me numër 49 dhe 50, ai ka fillu me qajt para studentave të tij. Dhe studentat janë prek shumë. Çka ndodhi o hoxh me ty? Pse ky emocion, pse ky vaj? Ai tha, a nuk e shikoni mëshirën e Allahut Dhul Xhelal? Kur i atribon mëshirën dhe faljen vetës së tij, thot, unë jam falës dhe mëshirues. Zoti i madh, nuk ka gjë më të bukur, thot Zoti, unë jam falës dhe mëshirues. Kjo fjalë duhet t'i prek të gjitha zemrat e besimtarve dhe besimtarve. Zoti ati qofsh mi fal, i thot vetës së vet, ja kanë gjit atributin, unë jam falës dhe mëshirues. Dhe nuk i atribon dëshkimin vetës së tij, por e ka bërë atë pseudonim të tij, duke thënë, dhe se ndëshkimi im është ndëshkim i dhimbshëm, e nuk ka thënë, unë jam ndëshkuesi. Dallon 100% me njerëzit që kanë pozita, që kanë pushtete, që kanë udhëheqje në dorë. Gjithmonë këta e paraqesin vetën e vet si ndëshkues, njerëz me autoritet, njerëz që nuk ndëgjojnë, njerëz që nuk kanë dëmshuri, për një arsye që këta njerëz më mu bind mua, me ma pas frigën mua, e kështu me radhë. I madhe i Zot, kur e tregon raportin e tij me krijesat e tij, thot, unë jam falës, unë jam mëshirues. O, sa shumë kemi nevojë për këtë gjuhë që e ka përdorë Zoti në Kur'an, që edhe ne, sidomos ne predikuesit, me pas këtë gjuhë të instaluar në memorien tonë, në ndjenjat e tona, në predikimin tonë, që njerëzve me u paraqit mëshirën e Zotit Dhul Xhelal, dashurinë e Zotit Dhul Xhelal, afërsinë e Zotit Dhul Xhelal që e ka me krijesat e veta. Dashurit e mi, kjo gjuhë po i mungon besimtarve dhe besimtareve, e sidomos një pjesës së predikuesve. Kjo gjuhë e mëshirës, e dashurijës, e respektit, e mirëkuptimit, e faljes, kjo gjuhë po ju mungon. Andaj o besim drejt, këtë gjuhë shpërndane, me këtë gjuhë mishërahuni, kështu fol një njerëzve. Zoti i ka thonë pejgamberëve të vet, Muhammed Mustafas, vetëm që ishe i butë, i urtë, i mëshirshëm, njerëzit janë afrua afër teje. Sikur ti shekon i dhunshëm, ekstremist, arrogant, njerëzit kishin me ikë prej teje. Sidomos në këtë kohën që jemi duke jetu ne tash, 2026, e më vonë kjo gjendje do të rëndohet edhe më shumë. Njerëzit kanë nevojë për gjuhë të urtë, të qetë, një gjuhë të butë, një gjuhë përafruese, një gjuhë që u ngrit moralin, vetdijen, shpresën masës, jo një gjuhë që u ashun i mytin shpresën njerëzve. Kështu që, thot, kujtova fjalën e Ibn Abbasit kur tha, Allahu e zbret mëshirën e tij në ditën e Kiametit, derisa edhe iblisi, shejtani, mendon se Allahu ka me falën. Kur ta zbret Zoti në ditën e Kiametit, mëshirën e vet, mëshirën e tij kur ta zbret, tregon, thot, edhe iblisi ngritet në maje të gishtrinjeve, të këmbëve të tyre, të tij,
duke shpresu se Zoti ka me fal edhe iblisin, shejtanin më të madh. O Zoti i madh, kjo është mëshira e Zotit xhaleshanu e xhalalu. Kjo është për të gjitha ata dhe ato, neve, çdo njerit që kemi gabu. Nuk është gabim me gabu, gabim është me vazhdu në gabim. Na nuk mundemi me zhbon atë që ndoshta e kemi vepru, mirë po mujna me ndërtu jetën tonë, të ardhmën tonë, mbi baza të shëndosha, morale, kombëtare, fetare, njerëzore, familjare, na mundemi me ndërtuen të ardhmën tonë. Dashurit e mi, kush e ndëgjon këtë fjalë, që edhe iblisi shpreson se në ditën e kiametit Zoti ka me fal. Pse ti je pesimist dhe mendon se gabimet e tua janë aq të mëdha sa që Zoti nuk më fal, nuk më don? Përkundrazi, Allahu na don, Allahu na fal dhe Allahu e ka mëshirën e madhe ndaj neve. E treta me radhë, dashurit e mi, sot ti jep dhe nesër ti merr. Kush jep, kur nuk është humbës. Nuk është dhënia vetëm me shti dorën në xhep edhe mi dhon dikujna. Kush jep nga aspekti intelektual, ekonomik, fizik, shpirtëror, kush jep, kur nuk është humbës. Me njëherë kanë me ju regeneru edhe ka me ju kthy edhe në dynja edhe në ahiret. Atë që e jep në dynja, ke me gjetë për para teje, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Çdo njani jemi gjindë, inshallah, ndoshta nuk na sprovon Zoti me gjëra të rënda, mirë po jemi gjindë para situatave që kemi thonë, si është e mundër që une me pështu, me shpëtu nga kjo gjendje? Është një mirësie jotja e cilën e ke bërë. Aja të ka shpëtu, aja të ka nxjerr faqebardh, aja të ka shpëtu nga lëndimet trupore, fizike, aja të ka shpëtu ty, familjen tane, dashurit e tu, një mirësie jotja cilën e ke bërë. Dikush e vendos atë pasunin, dikush e vendos në bank, dhe dikush tjetër e vendos të posedusi i çdo gjëje të Zoti Dhul Xhelal. Kush e vendos në bank, nuk ka për ta parë pasunien kur të ngujohet në varr. Si jemi kundra për mos mi vendos në bank, e kemi krejt një mesazh tjetër, do thot për me dhonë. Kush i vendos aty, me një fjalë nuk shpërndan dhe nuk ja sheh hajrin, pasurisë së tina, askush, pasuri nuk është vetëm parja, e vendos e mbyll edhe diturin që ja ka dhënë Zoti, edhe atë ndjenjen e mirë, e mbyll, nuk ja sheh askush, nuk ja afron askujt. Kush e vendos, kush e ngujan, edhe në varr ka me qenë e ngujume, ajo nuk ka me i bo me mfat këti personi, këti individi, asgjë. Kush e vendos dhe kush e vendosat tek posedusi i çdo gjëje, tek Zoti Dhul Xhelal, nuk i kthehet si që ka vendos, por Allahu i madhnushëm ja shumë fishon atë në dynja, ja jep rrugën dhe bereqetin e mbar në dynja, ka me shpëtuen në varr, ka me ja zgjeru varrin ati personi dhe ka me ja letu të gjitha procedurat. Kush? Aja pasurie jotja, cilën e ke shpërndo për hajrin e njerëzve dhe ta kanë po hajrin njerëzit. Problemi i madh është sot, me një pjesë të fetarve, të cilve, në moment që të fetarizohen, izolohen, mbyllen dhe askush nuk ja fsheh hajrin atyre. Për këtë Zoti i madhnushëm e Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, kur kanë folë për njerëzin, kanë thonë ma të mirit njerëz
janë ata dhe ata që janë të dobishëm për tjerët dhe që u ashojnë hajrin të tjerët. Kjo është gjëja më e bukur. E na sot e inkurajojmë vetën, sikur që e inkurajojmë edhe çdo njërin prej juve. Amoni ju kuv, dashurit e mi, bëni pyetje vetvetes, a është duke ja pa hajrin dikush? A është duke ja pa hajrin dikush? Pasunisë tone, diturisë tone, aspektit shpirtëror tonin, dashamirësisë tëndën që e ke, mundësive tua që i posedon, është duke ja pa hajrin dikush. Nëse është duke ja pa hajrin dikush, Allahu ka me ju begatu në dynja edhe në ahiret. Allahu na bëv nga ata që na i shojnë të hajrin të tjerët. E treta me radhë, 3 lloj njerëzish nuk kanë për të dëshpru as në dynja as në ahiret. Shpesh na kapën dhe na kaplon dëshpërimi. Shpesh. Mirë, po këta 3 kategori të njerëzve, kur nuk kam i kaplu dëshpërimi i Zotit Dhul Gjelal, as në dynja as në ahiret. Madhora është dashurit e mi. E para, kush e lexon Kur'anin dhe vepron me Kur'an, me mësimet e Kur'anit, me mësimet e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, kur nuk ka me u dëshpru as në dynja as në ahiret. Allahu thot Kur'an në kaptinën Taha, në ajetin me numër 22. Ma anzalna alejke l'Qur'ana li tashqa. Nuk e kemi zbrit Kur'anin për t'ju dëshpru juve, për t'u avështërsu jetën juve, po e kemi zbrit Kur'anin me ju motivu, me ju qëtësuen dhe me ju dhonë udhëzimin e mbarë për jetën. Ja, Rab. Sa të mangët janë ata njerë që nuk dëshirojnë me ndëgju Kur'anin. Sa të boshatisuna janë ato shtëpia që nuk posedojnë Kur'an. Sa të boshatisuna janë ato shtëpia që gjithë shka ndëgjohet në të, vetëm Kur'an nuk ndëgjohet në të. O, Zot i madh. E dytët, kush lutet kur është mirë dhe kur është në vështërsi, e këtë njeri kur Allahu nuk e humb as në dynja as në ahiret. Problemi është kur jemi në vështërsi, na u kujtohen lloj duash. Lloj duash. Kur jemi në mirësi, shumë pak e falenderojmë Zotin. Kur jemi në mirësi, shumë pak. Vështërsi, o Zot sjellëm, o Zot ta baj këta, o Zot shkoj të ha dikon. Kur jemi në bollëk, shumë pak e falenderojmë Zotin. Kush e falenderon Zotin edhe kur është në vështërsi, edhe kur është në lumturi, në qetësi, në harmoni, Allahu kur nuk ka me dëshpru, as në dynja as në ahiret. Allahu thënë Kur'an në kaptinën Merjem, në ajetin me numër 4, o Zoti im, mos më bën dëshpruar kur, që e përzgjedh njërën nga duat. Dhe e treta, kush sillet mirë me prindërit e tij, kur Allahu nuk ka me dëshpru as në dynja as në ahiret. Janë të mirë, të humbur, dështaka, pa kurfar kredibiliteti. Nuk marrin dhe nuk kanë me marrë respekt, as në dynja as në ahiret. Nuk ka me janë mundësu Zoti me ungrit, as në dynja as në ahiret. Ati dhe asaj që nuk ka respekt për prindërit e tina. Kur Zoti nuk kam ja dhonën. Mund ndodh që e sheni ju për ngritët, për bat, o me hi pak me nejt një jetën e ti, qfar jetët të zëmt bën aj njeri, thua Zot, me konë ma mirë mos ta kisha ditë këtë.
se po dëshpruna dhe une. Ka mendu që atu knoq ky njeri. Për këtë dashurit e mi, Allahu Dhul Gjelal në Kur'anin famadh, në kaptinën Merjem, në ajetin me numër 33, ka thonë, respektues i nënës, e nuk më ka bërë mendje madh të dëshpruar, kur e nxjerr në pa njërën nga duat e profetëve. Madhështora është kjo, si kur që dënë Zoti më na tregu, shenja e parë e lumturisë, që ne mos me u dëshpru kur në këtë dynja, është këtë trija. E para, kush e lexon Kur'anin dhe vepron me të, kush lutet kur është mirë dhe kur është në vështërsi, dhe e treta, kush është respektuesi prindërve. Dashurit e mi, një faj që problemi mos respekti ndaj prindërve, bukur shumë është faq në shoqërinë tonë, një faj e kemi edhe na hoxhallarët. Arsyeja, na hoxhallarët shumë pak jemi duke trajtu tema të këtilla për familje dhe rreth familjes, kur hoxhallarët kanë pas numër 1 këtë temë, respekti për babën, për nanën ka qenë maksimum. Kur hoxhallarët e harruan këtë temë dhe ja fillun duke folë për nasa dhe për qiell, e harruan bazën, kem fillu, do thot, me ndëgju lajme që ne po të rënditemi, edhe kur ndëgjojmë po e vrajti babën, djalina, shqiptarët kanë thonë gjithmonë përpara, nuk u koni tina. Pse? Se s'ka pas mundësi, kapacitet, me kuptu, me perceptu, se mundët një veprim me bo djali apo vajza ndaj prindit. Jo, i tina është. I tina është, edhe për ka gjoki, edhe për gjdo gjo, i tina është. Mirë, po ka humbë ndjenja, ka humbën respekti, ka humbë obligimi, nuk ndina i obligim, është i ftoft akëll. Veshën frezë rënë për këtë temë. E katërta me radhë, dashurit e mi, i padituri mund të mësohet, dhe i vrashti mund të edukohet. Por ai që është i rritur në poshtrim, dhe me komplekse inferioriteti, është vështirë ti mbjellësh në vetvete dinitet, krenari dhe fisnikri. Të paditurin, shumë letë mund është me mësu. Shumë letë mund është me mësuën. Sikur që edhe të vrashdin, shumë letë mund është me eduku. Janë metodat, janë metodologjit, shumë letë mund është, do thot me edukuan, mirë po, ai që është rritur në poshtrim. Është rrit në poshtrim. Problemi më i madh është me afruat njeri. Pse? Aja është për plot komplekse. Ai se cilin që e këshyrë, thot, kjo atu me nuk kesh për muë. Se cilin që e takon, thot, kjo së më dënë muë. Se cilin që ja tregon dikush një emën, thot, ka përgadit, a i farë planin, a i farë kurthe kundër mi. O, kërkush nuk ka përgadit, o burë. Po ti vetë e ki të instalum në gjoksin tanë, në mendjen tanë e ki të instaluar këtë kompleks. Pse? Sepse zhvillimi ytë, ngritja jote, ka ecna për disa procedura të poshtrimit dhe ti e rrit me këto komplekse. Amani ju kuft, e vladët e juaj, rritni në shoqëri ku zhvillohet dashuria, respekti, falja, mirëkuptimi, toleranca, jo tendenca, jo vrashtësia, jo inferioriteti, jo gjëra që gjithmonë e bën me jashuan besimin ati apo asaj, ati fëmijët. Për këtë arsye, kemi nevojë shumë që me pas një edukim të këtillë. Të dashurit e me e 6 apo e 5 me radhë, Alia Izetbegović është njëri nga personalitetet që të Ballkanit mua mas shumë të ju më pëlqen.
është një njeri me virtyte morale, fetare, kombëtare, familjare. Është një njeri vizionar. Ai nuk ka qenë një njeri vetëm për vetveten. Mirë, po ai ka qenë i dashur dhe dashamirës për mbar njerëzimin, e në veçanti për muslimanët, edhe për popullin e vet. Ai e thot një fjalë shumë të spikatën. Ai thot: një ditë fjeta i qetë, sepse isha i rrëthum nga miqt. O zgjova rreth meje pash vetëm ujq. Nuk e di nëse ujqërit kishin ngrën miqt, apo nëse miqt ishin bon ujq. O habita. Është madhështore kjo thonje, dashurit e mi. Shpesh po flajm qetë. Shpesh të rrëthum me miq. Kur po zgjomin mëngjes, që ato që kemi mendu që i kena miq, ato ishin barë miq, mërbur. A e morën a i farë doze në gjoma, që ndodhe mërë kja? Thot, kur u zgjova, unë e tu mendu se ende jam i rrëthu me ato miq, që ato miq ishin bo ujq. Ta thot, nuk jam të dit. Nëse ujqit i kishin ngron miqt, apo nëse miqt ishin bo ujq. Nuk jam të dit edhe unë, tash peshtrej këtë pytje. A miqt ishin konë gjithmonë ujq? Apo që ka ndodhi do thot me këtë? Njeri ju është e vetëmja krijes, që ka mundësi për momentin me u shfaq me lajke, dhe ka mundësi për momentin shejtan. Sa që shejtani i iblisi tutët, kur njeri ju shëndrohet në shejtan. Tutët. Tutët, a ik. Thot, po vjen dëshkimi i Zotit. Njeri ju shpesh nuk po e sheh, një pjesë e njerëzve nuk po e shohin vetveten se janë kthy në ndjenja, janë mbush për plot shejtaneze. Për këtë feja, dashurit e mi, është më na maru, feja është më na rregullu, feja është më na dhonën motiv, sikur që të njëjtën kohë feja shërben për ngritjen tonë intelektuale dhe shpirtërore. Nëse është dikush për i mëzinav, më na i thirrë rezonin. E gjashta me radhë, besimtarit nuk i lejohet të gënjej, por as nuk duhet të lejoj ta gënjerin. Besimtarit nuk i lejohet kurse si me gënjy. Te na kishim pason, thot, armikun ban, edhe gruan ban. Jo pës ban. Rregull është, çdo sen që vërtetohet, që është gënjeshtër, nuk ban, haram është. Gruan s'ban me rrejt. Ata i kanë do kërkesat shumëta, thujnë për shembull, a më dë, thuj shumë du, sa, o shumë du, shumë. A ka mundësi më ta qelë zemrën, shumë du, kry të thët puna. Kështu që, senet e tjera, vëlla blema një iPhone, jo la smoj, se ish bo që kash, po jo be aja pe din sa e ka qmimin. Kështu që, gjdo sen që vërtetohet është e ndaluar. I dërguari i Allahut ka thonë, besimtari nuk mashtrohet nga i njëjti drejtim dy herë. Që tona po e hajmë grejpin shpesh. O burë, atë ka mashtru filoni njerë. Po. Atë ka gënyu njerë. Po. Kor bre mo mos i beso 100% ati personi. Kor bre mo? Po hoq kjo e ka bon këta, o 10 shalla le t'i vënën. Kor mos i beso? Atë ka mashtru njerë. Rezerv, pejtashtit. Amo, na, minjerë po mashtromi, ja bëj mira, është i ka ra pishman. O, zoti madh. Aja kategoria njerëzve është e ndërtuar, e formuar, e mishruar me tradhti dhe me gënjeshtra. Nuk ka mundësi ai me ndryshu. Mundet me ndryshu për pak kohë, për disa muaj, për disa vite. Momenti pari volitshëm që ti vjen, përsëri ka më tradhtu. Për këtë, o besimtar dhe besimtare, o popullimi dashur,
Mitësohuni edhe shoqërohuni me njerëz që kanë tipare familjare, njerëzore, morale, kombëtare, fetare. Muhammed Mustafaja na ka mësuar, kush u koni mirë para se mu bo musliman, ka mu koni mirë edhe kur të bëhet musliman. Kush u koni mirë para se mu bo fetar, edhe kur të fetarizohet ka mu koni mirë. Kush u koni jo i mirë para se bo musliman, kur të bëhet musliman, në rezervë pak, unë e pesbos pak, në rezervë Allah hile pak. Janë këthy disa qysh janë konë. Vesh laj Allah po thojnë, pi falin dë namaze, janë të sigurt njerëzit pi tina apo pi sajna. Nga gjuha e besimtarit dhe e besimtarës, nga dora e besimtarit dhe besimtarës, janë të sigurt tër njerëzimi, musliman edhe jo musliman. Nësët frigën a i din nga e kemi, nga ata që të polcës tonë. Qëto e kemi frigën? A i huje? Jo, ba i zdesh ka bërë. Që këj hytja të ti bo krejt. Pse? Se këta ta njojnë kapacitetin, mundësit, edhe këta gjitha metodat i përdorin më të stagnu ty edhe muhe. Kuptohet këta fjallë mes neve mesela. E shtata me radhë, ai që she me syrin e mendjemadhësis, shikoje me syrin e shpërfilljes. Këni po do me syrin e mendjemadhësis shiqojnë. Ti shiqoja ata me syrin e shpërfilljes. E ai që të shikon me syrin e përullësijës, shikoje me syrin e kujdesit dhe vëmendjes. Ai që të shikon me syrin e përullësijës, dashurijës, respektit, ndjenjes më të ndimu, më të përkra, më të avancu, o burr, edhe ti shikoje me kujdesin e me vëmendjen më të madhe atë njeri. Jepi se cilit vendin që e meriton. As më shumë e as më pak, sepse ai që i vendos njerëzit në vendin e tyre, gjenë qëtësien më të madhe gjenë. Allahu inshallah na përdor për hajër dhe për të mirë. Këtu po e ndërprejmi këtë temë për ta vazhduar në javën e ardhshme me emrin e Zotit xhalla shanuhu ve xhalla xjalaluhu walhamdulillahi rabbil alamin.